mendoj që Amerikanët nuk janë në pozicionin e tillë që të binë pre ndonjë kundërshtimi të ndonjë vendi, sepse kapacitetet dhe mund të them fuqia e tyre nuk dëgjon ndonjëherë edhe argumente që mund të jenë ndonjëherë edhe këshillëdhënëse dhe qëllimira. E qartë, zoti Bilali, nga ana tjetër Rusia pretendon se njoja e republikave të veçpallta ishte e detyruar kjo pra nga veprimet që ka bërë deri më tani Ukraina, dhe sa e lishme ose e pranueshme është e gjitha kjo sipas të drejtës ndërkombëtare, dhe nga ana tjetër cilët janë dhe precedentët që do të krijojë kjo në konflikte të tjera regionale. Plotësisht ki drejt në aspektin ndërkombëtar, Federata Ruse ka thyrë rregullat që ishte 24 shkurt 2022. Bële mund të thamë edhe ma herë 2014. Në shumë qarë që edhe analizat të njerëzve që njohin mirë këto problematika, konflikti dhe lufta më të thamë lufta në Ukrainë, sepse konflikti ka dallim terminologjia konflikt dhe luftë, de facto kem luftë në Ukrainë, edhe pse rusët qëllimisht për të ikur aspektit të dënimit ndërkombëtar në të armë, këtë invazion e quajnë operacion special luftarak. Dhe lufta ka filluar në 2014 me invazionin në Krimi. Mirë po, tamam atë aspektin dhe goditjen që ka pësuar në 24 shkurt 2022 ka qenë do thotë një goditje që ka përfshirë shumicën e territorit dhe vetë kryeqytetin ukrainas dhe sidomos tërë territorin e Ukrainës kuptohet me bombardimet nga ajri. Por legaliteti do thotë janë thyrë rregullat. Është vështirë që sipas kushtetutës së Ukrainës është akt randhie çdo lëvizje apo në shkrem i dorëzimit të territoreve apo në shkrimit të kapitullimit. Dhe kjo është edhe për vetë presidentin amerikan. Sot do jetë një president i tillë i rrezikshëm, besoj që mund të importohet pastaj edhe në vende të tjera. Mund të ketë konotacion negative edhe për regionin e Ballkanit. Aja sanza dëgjimore nuk kalon është edhe shijet mirë, mund të them, në komitetit për politikë të jashtme, që është mbajtur para 2 vite në Washington, ku është një gjatë kuptohet dëshmimet e tyre nga ekspertë ndryshëm, senatorë republikan, ku kanë paraqititur dëshmi edhe profesor dhe një eminent të Ballkanit, përmendet që pas Ukrainës vatër krizën mund të jetë Ballkani. Dhe nuk është e mirë kjo, thëmë drejtën, sepse ashtu kështu Ballkani është në një situatë që do shta në njek tradita, nuk shkon 40 vite që ka paqë. Dhe është, mendoj që ka lufta e dytë botërore deri në vitin 1990, Ballkan ka qenë kjo, do të thotë dikon 45 vjeçare në periudhë e paqes. Por do thotë kemi hyrë tash në fazën që po kalojmë disa decenja dhe vend që kryqëzohet nga interesat e ndryshme dhe mendoj që ajo formë e dëshmisë me duket jo nga Josep, nga profesori i nderuar, por nga primarac nga instituti duket Margaret Thatcher ka paraqitur, nëse nuk jam gabim, këtë citat ku Amerika kërkohet që të jetë involvuar dhe të krijojë stabilitet më të fuqishëm, sidomos me largimin e Serbisë nga Rusia dhe krijimin e kushteve që Kosova të jetë së shpejti antare e NATO-s. Por për të mos ikur nga tema dhe pyetja juaj, mendoj që situata dhe format e tilla të cilat mund të legalizojnë pushtimin me dhunë mund të krijojë rreziqe të ndryshme me norma ndërkombëtare. Edhe pse drejta thonë norma ndërkombëtare janë prishur edhe në zona tjera të konfliktit ku nuk mirën shumë parasysh. Zoti Bilali, duke marrë parasysh refuzimin e Rusisë për të rikthyer në gëtet dhe tensionet me Perëndimin, pra, si mund të evolojnë të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare të Rusisë me vendet e Azisë dhe ato të Europës në të gjithë periudhën e ardhshme? Por rusët kanë deklaruar që nuk janë të interesuar fundi të kthehen në GTS, sepse ne mund të thamë të andami tillë është edhe BRICS-i me cilën dëshirojnë që me kinezët dhe Alianca Euroasiatike e Rusisë, këtë ato apo ruso-aziatike, sidomos me dy fuqit që njëra është gjigant kuptohet ekonomik dhe ushtarak, Republika Popullore e Kinës dhe India, paraqesin, nuk po them nga ana kvantitative që përbojnë, mund të them 2/3
e popullsisë së botës. Më falni, mos të jam pak se gjysmën e popullsisë së botës, do thotë të dy vendet përbëjnë dikon afër 2.8 miliard apo 3 miliardë. Dhe kjo është, më falni se matematikisht e bona një kam të thillë 1/3 e popullsisë së botës, dhe kjo realisht paraqet atë intencën ruse. Bile edhe vizita në Indije Putinit ka këtë, sepse lidhen një shkëmbim që edhe në aspektin ushtarak, të vizitave, trajnimeve, por edhe të kapaciteteve dhe shitblerjes armatimit. Dihet që është edhe furnizuesi i sistemit S-400 që India të marrë këtë sistem, triumf, por edhe formë dhe tipe të aviacioni dhe modelet e ndryshme nga Federata Ruse. Dhe kjo është, dhe qëllimi është eksporti i energjisë, dhe se tash power of Siberia është kthyer në një linjë tjetër të ikjes nga Evropa, ku tash edhe më duket se Unioni Evropian, mos ka vëj dje, ka marrë mendim që nga viti 2027 në total të ketë komplet ndërprerje të furnizimit të gazit nga Rusia. Dhe rusët në këtë drejtim kanë gjetur kanale të tjera, të cilat dëshirojnë që t'i përforcojnë, dhe njëra ndër pikat e tilla, por edhe në marrëdhëniet në aspektin ndërkombëtar dhe të krijimit të disa kulturave të reja në këtë sfond të sigurisë, më të them, globale, pastaj rendit të ri botror dhe të tri fuqive që po përgatiten. Ne veç kemi hyrë në rendin e ri ndërkombëtar, i cili po kalon nga një monopol i vetëm, monopolar, dhe në shumë polar, i cili do jetë sfida, dhe këtë e dinë amerikanët, dhe kështu është ajo problemi që rusët kishte qenë ndoshta për interesat, mund të them, sidomos të shqiptarëve në përgjithësi, në Kosovë dhe Shqipëri, por edhe në Maqedoni e Veriut, që të kemi Rusia të jetë sa më larg Ballkanit dhe të mos ketë ndikimin e vet. Por besoj që të dyja fuqitë, Rusia dhe Kina, kanë një lloj influencë në Ballkan, sidomos me proksin e tyre këtu në këtë region, përmes Serbisë dhe entitetit serb. Dhe tëra kjo paraqet, mendoj, sfidën e ardhshme që do ta kenë jo vetëm regioni i Ballkanit, po përgjithësi vetë evropianët. E qartë, në fakt, zoti Bilali, për të ndalur tek europianët, zyrtarë europianë dhe Ukrainës kanë akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për interes të rem pra në negociatat që janë zhvilluar për paqen. Sa e besueshme është kjo dhe ndërkaj cilat mund të jenë dhe pasojat në procesin e zgjidhjes së gjithë këtij konflikti? Evropianët në disa momente mendoj që kanë pasur një lloj, mund të them, kontinuiteti sa i përket asaj për ta ndihmuar Ukrainën. Kuptohet